Lëja ku jeni? Me? Flasim me? Yjet. Yjet. Me Meri Gjinin. Mirë se vjen. Kus po të kërkonim sot? Po ja, po diskutonim nga vjen Meri, sa shpejt vjen Meri, se themi zbret nga yjet. Për të folur me ne, toksorët. Kam krijuar një bindje që ti çdo të hënë të rinjtë vjen nga Andromeda. Pak të i them publikut. Po. Shtu ta ka zbuluar adresën. Ta ka zbuluar adresën. A jeni shumë të mirë, po. Unë përballë komplimentave ngec, nuk Edim, edhe ne nuk do të ngacmojmë. Kështu që ju falenderoj pafundësisht dhe t'ju uroj një 4 ditësh të mirë. Faleminderit shumë. Dhe është për te i 4 ditëshit, sepse siç e preka pak ditën e hënë, kishte kemi nga mbrëm në darket, pra në të sa filloi dita e sotme, dikur rreth orës 12 e pak të pas pesnatet, patëm një hënë të re tek peshqit, e cila shënon gradualisht futjen në një fazë tjetër. Është një hënë e re në fakt, e cila do të përforcohet nga kthimi i mërkurit në të drejtë po sonte, dhe nesër do të jemi me mërkurin në të drejtë, që do të thotë hëna e re tek peshqit dhe mërkuri në të drejtë tek peshqit nga nesër, minimalisht do të jemi më të qartë dhe më të kthjellët. Qartësohet mendimi, qartësohen situatat, kthjellohet emocioni dhe njëkohësisht e kemi më të thjeshtë për të vendosur prioritetet që duhet të zgjidhim apo të avancojmë. Është një periudhë në të cilën nëse realisht jemi të kthjellët mjaftueshëm për të gjetur çfarë duhet korrigjuar, e kemi shumë të thjeshtë për ta korrigjuar atë. Pra, pregtësia ose vendosja e saktë e prioritetit do të përcaktoj edhe ecurinë dhe zhvillimin. Për çështje të ngecura, për çështje që kanë ngelur të pazhvilluar, ose për çështje që i kemi quajtur të vështira, ose që nuk ishte koha për të zgjidhur, për të sqaruar, për të kthjelluar, është mirë që t'i vendosim avash avash në të drejtë nisur nga dita e nesërme. Nga ana tjetër, nesër në orët e pasdites, në orët e para të pasdites, eksaktësisht në orën 15:47 të drekës, kemi diellin i cili do të futet zyrtarisht tek Dashi. Gjë që do të shënojë fillimin e vitit të ri astrologjik ose ciklin e ri të diellit, që minimalisht gjën e parë që na bie në sy është hyrja shumë e bukur në fakt, sepse kemi në pothuajse në gradë të barabarta Marsin, Venusin dhe Jupiterin, me diferenca të vogla çështje minutash Venusi dhe Jupiteri, po edhe Marsi gjithashtu, kështu që gjë që bën të mundur që çfarë i përket dashurisë në të gjitha format sociale, shoqërore, në ambientet e punës, në të gjitha format e më mundshme, duket sikur na jepet mundësia për të treguar më të mirën ose për të sheshuar problematika të cilat kanë qenë në pengesë në këtë periudhë dhe për t'i vendosur në një vijë pak më të kthjellët dhe më të qartë. Konkretisht për shenjën e Dashit do të duhet të merret me çfarë nuk është përballur, pra për çfarë çështje ka menduar se nuk është koha ose se kam Terezin të merrem në këtë periudhë, do të ishte mirë të vendoset në agjendë nisur nga dita e sotme, sepse kjo hënë e re në familje të 12 të diellit të vet, duket sikur mbyll çfarë situata duhet mbyllur për t'i kopsitur dhe për të nisur më pastaj në muajin prill situata të reja apo çështje të reja. Dielli nga nesër tek ata dhe është një hyrje në fakt që do ta ndjejmë shumë si në ngjyra, por edhe në energji, ndërsa sot duke qenë që hëna është eksaktësisht mbi Saturnin që ndodhet tek Dashi, duket sikur kanë një tendencë për të ndjerë të sigurt ose për të kërkuar rënjën apo prindrit. Mos harrojmë që tek Dashi sot kemi jo vetëm hënën që është futur para pak, por është edhe Neptuni dhe Saturni, gjë që e bën që tendenca për të qenë afër prindërve nuk është vetëm e Dashit, por do të jetë pothuajse e të gjithëve. Dhe mirë do bëjnë në fakt. Kalojmë tek demat, të cilët do të duhet me këtë hënë të re dhe me këtë mërkur në të drejtë nga dita e nesërme të korrigjojnë apo të sqarojnë çfarë do lloj keq kuptimi në raportet sociale, në raportet miqësore dhe në raportet me njerëzit e punës. Pra, si për të vendosur, jo për të qartësuar dhe si për të vendosur limitet. Pra, derisa mbajnë, derisa durojnë. Pra, duket sikur janë
të gatshëm ose predispozitë për të ripërcaktuar, ridimensionuar raportet njerëzore. Kjo për t'i bërë ata që t'jenë pak më mirë me veten, më të qartë me veten, dhe njëkohësisht për çështje ditësh në fakt do t'i jenë edhe shumë më mirë dhe nga drejtimi nga ana e tyre financiare dhe ekonomike. Po do pak ditë kjo gjë akoma. Binjakët. Me këtë mërkur në të drejtë, me këtë hënë tek Peshqit dhe Marsi gjithashtu, dhe me këtë hyrje në bukur të Marsit, Venusit dhe Jupiterit në Peshk, Dashk dhe Gafore, minimalisht çfarë kanë për të thënë në ambientin e punës, do të shprehen shumë qartë, shumë saktë çfarë kanë për të diskutuar, për të kërkuar, ose për çfarë ambiciesh apo qëllimesh kanë, apo çfarë pritshmërish kanë nga puna e tyre, do të ishte mirë të mpaumenduar të vendosin se kur duhet bërë të takime dhe kur duhet bërë këto sqarime. Ndërsa faqkurtër me hënën në familje të tretë, me takime të vogla sociale, miqësore, familjare, pra me lëvizje të vogla territoriale do të merren gjatë konkretisht gjatë 4 ditësit. Gaforia. Me Jupiterin në të drejtë, të Marsin tek Peshqit dhe Venusin tek Dashi, minimalisht raportet personale do të jenë në nivelin shumë më të mirë se si ka qenë. Gjithashtu do të jenë më të qartë dhe me emocionet e tyre. Pra çfarë realisht duan, çfarë qëllimesh kanë për të përmirësuar, evoluar, për të ecur përpara në drejtim të dashurisë në përgjithësi, por edhe emocionin. Pra nuk është për dashuritë e reja apo pasionin e momentit, por është për raporte më thelbësore, për raporte që e kanë kaluar disi atë pjesën e testit të kohës. Ndërkohë që mos ta harrojmë që Jupiter, Venus dhe Mars në hyrje që i ndodhen, i ndihmon ata për të marrë edhe vendime të rëndësishme nëse duan të tilla. Kalojmë tek Luanët. Minimalisht kjo hënë e re do të shënoj fillimin e një periudhe që në një mënyrë apo në mënyrë tjetër çështjet të ekonomisë të fillojnë të qartësohen dhe të gjetet një formë për të përmirësuar. Gjëja e parë që do të jetë benefit me këtë hënë dhe me këtë mërkur në të drejtë nga dita e nesërme. E dyta është që do të kenë më shumë, do të jenë më të kthjellët emocionalisht, por në kuptimin do jenë pak më të zbutur, jo me shumë inate, jo me shumë xhelozira, pra do të jenë të zbutur ose emocionet negative do të zbehen mjaftueshëm, të paktën për këtë 4 ditësh, dhe sa më shumë ne afrohemi fundit të Marsit, fillimit të prillit, aq më pozitiv do të ndihen. Bukur. Kalojmë tek Virgjëresha. Hëna përballë tyre re, Mërkuri në të drejtë nesër, planeti tyre drejtues, raportet dhe njerëzit që kaluan në mikroskopin e Virgjëreshës. Për këtë 3 javë duket sikur ka ardhur momenti për t'i afruar, pasi u kaluan testin e kohës, në të cilën kur kthehet Mërkuri në të kundërt, duket sikur është proces normal për Virgjëreshën dhe ka mundësinë me këtë vendosje që tani dhe t'i afroj në kuptimin e drejtë për drejtë të fjalës, qoftë për bashkëpunëtor, qoftë për miq, qoftë për shok. Pra, duket sikur raportet me njerëzit që ata duan të bashkëpunojnë në forma të ndryshme, duket sikur i analizuan më shumë se ç'duhet, duket sikur u lodhën, por të paktën kanë arritur në konkluzionin kush ja vlen dhe kush nuk ja vlen për vazhdimsinë dhe ecurinë apo për planet e tyre. Ndërsa për sa i përket hyrjes së trafisht, në perspektivën shumë të afërt, duket sikur është një lëvizje vogël e cila minimalisht do japi pak siguri në drejtim të punës. Vim tek Peshorja, e përditshmja do të korrigjohet. Të Peshorja, s'është nevojë. Keni hënën sot mbi Saturn dhe kaloj dhe mbi Neptun pak më përpara, do të kaloj dhe mbi Venus. Sa më shumë ja afrohemi brendësisë së ditës, po edhe para ditës së ditës së nesërme, aq më të buzëqeshur do të jeni. Shija e parë, shija e dytë në brendësi të kohës, me hënën e re të Peshqit, me Marsin tek Peshqit dhe me Mërkurin në të drejtë nga nesër, minimalisht agenda juaj do të jetë me kthjellët. Minimalisht shija e ditës do të jetë më mirë dhe duket sikur ka rritje të cilësisë të përditshmes tuaj. Pra, korrigjohet apo lartësohet shija e çdo dite sa më shumë t'i afrohemi pranverës. Duke qenë që vinë edhe dielli përballë tyre, fillojnë dhe projektimet ekonomike apo gradualisht filloni të hartoni plane se si do të zhvillohet pranvera në drejtim të punëve, bashkëpunimeve të vogla apo të mëdha dhe për përmirësimin e ekonomisë tuaj. Kalojmë tek Akrepat, për raportet personale, për raportet pasionante, për raportet familjare, për raportet në çift. Duket sikur kjo hënë dhe ky Mërkur në të drejtë
minimalisht do t'i bëjë që të tregojnë më të mirën. Në raste të tjera do të ketë edhe zhvillime dhe disa pse jo mund të planifikojnë dhe gjëra të rëndësishme për të ardhur më afër, për të qenë më mirë me njëri tjetrin dhe si për të zbehur vështirësitë emocionale që kanë pasur në fakt që nga fillimet e shkurtë, që kur hyri Venusi tek Peshqit, kështu që fillon të përmirësohet situata personale, ndërsa për sa i përket çështjeve të punës, mos të harojnë që dhe Marsi tek Peshqit, edhe Jupiteri tek Aforia është shumë favorizues, kështu që do të ndihmojnë shumë ata që kanë në plan ose për nisje të reja pune, ose që presin prej kohësh një nisje dhe është të shtyrë, dhe duket sikur nga dita e nesërme dhe në vazhdimsi dhe do të kenë nisje të reja, por njëkohësisht do ta kontrollojnë dhe lehtësisht territorin e ri. Pra duket sikur do ta ambientohen lehtë me kushtet e reja. Për ata që janë në kërkim ose për ata që presin që të nisin. Por edhe ata që janë në kërkim dhe që nuk kanë aplikuar do të ishte një periudhë shumë e mirë në fakt për të dorëzuar si vit. Bukur, ikim bashkë kalojmë tek shigjetarët, me raportet familjare, me prindër, me vëllezër, me motra, me fëmijë, duket sikur kjo është më gjerë, pra nuk është, kur flas për partneren, flas gjithmonë për raporte personale, familjare në çift, ndërsa kjo hënere tek Peshqi, së bashku me Mars dhe Mërkurin, për shigjetarët rregullon raportet me degët apo me ata që kanë mbi vete, kështu që korrigjimi raporteve familjare është ose përmirësimi tyre, ose thjesht një atmosferë shumë e ngrohtë, shumë e sigurt dhe shumë e mirë me njerëzit e familjes së tyre, është ajo që do të ngjyrosi si shije të parë me këtë hëndëre dhe sidomos në këtë 4 ditësh, nisur nga dreka e ditës së nesër në fakt, sepse duke qenë që nesër jo vetëm dielli kalon te Dashi, por kemi edhe hënën në gradë barabarta me Venusin tek Dashi, kështu që gjë që do ta bëj që dita e nesërme të shoqërohet me ngjyra shumë të bukura të dashurisë dhe të sigurisë që jep familja në fakt. Pra, shigjetarët do të kenë fatin që të shijojnë ngrohtësinë e familjes në kuptimin e drejtë për drejtë. Dhe sa mirë do bëjnë në fakt, sepse kjo pjesa e familjes do të duhet të diskutohet gjatë për të rikthyer në ngjyrat që ka dhe që i takojnë. Ndërsa përsa i përket çështjeve praktike, ndoshta janë me plana akoma. Me Marsin dhe Dashit zhvillimet do të jenë shumë konkrete dhe shumë të konkretizuara. Vim te Bricjapi. Minimalisht shija e parë që do të kenë si përmirësim është tonacioni i tyre do të ulet. Ngjyra e zërit do të zbehet, gjithashtu dhe nervozizmi do të sheshohet. Pra, i zbut shumë Bricjapët kjo hënere, ose minimalisht i bën që të jenë më duke qenë që do ta kenë më të kthjellët mendimin për çfarë vlen dhe çfarë nuk vlen për të harxuar energji, kjo i bën që automatikisht të ndihen më të relaksuar dhe më të qetë. Ndërsa për sa i përket çështjeve të punës, me Marsin tek Peshqit në fakt është një hyrje shumë e favorshme për ta dhe e kam përpara, kështu që do të thotë që mund të vinë nga njerëz që kanë njoftur dikur propozime apo lëvizje të vogla që lidhen me shërbimin e punës apo diçka që mund të prodhojë apo që mund të ndihmojë në drejtim të punës së tyre. Pra ka një lloj bashkëpunimi ose bashkëveprimi, qoftë idesh, qoftë konkrete me njerëz që i kanë njoftur më parë ose që kanë bashkëpunuar më parë. Bukur. Vim te ujorët. Qartësim në situatat ekonomike, qartësim të lekut të tyre dhe të xhepit të tyre. Mos të harojnë që Saturni është në një hyrje goxha të fortë me Plutonin tek të lindurit në 5 ditëshin e parë. Kështu që do të ishte mirë që pavarësisht se në çfarë niveli do ta ndjejnë kontrollin e lekut të tyre, do të ishte mirë që me lëvizjet e mëdhaja që ka të bëjë me zhvillim apo investim, do të duhet të presin edhe pak akoma, sepse hëna tek Peshqit, së bashku me Mërkurin në të drejtë tek Peshqit nga nesër, është më tepër është perceptual dhe nuk është praktik, nuk është shumë. Zakonisht, këto lloj hyrje bëjnë që të shohësh të tërë imazhin dhe të zgjedhësh intuitisht atë që do. Kështu që me ujorët nuk është se do të ndihmohen shumë nga intuita. Do të duhet që të presin pak në kohë. Pra lëvizjet e mëdhaja për çfarëdo lloj nevojë dhe mundësie ekonomike ti vendosin në agjendë gjatë muajit prill, sepse hëna tek Dashi i favorizon, hëna e re tek Dashi si sot rreth 29 ditësh
do të jetë shumë më e favorshme dhe shumë herë më e thjesht dhe lehtë për të patur suksesin që duam. Vim dhe tek peshi, ona e re tek ata, së bashku me mërkurin, ekuilibër dhe ekuilibër në mendime, ekuilibër në emocione, të qetë, të qartë, të kthjellët, për sa i përket gjykimit dhe vlerësimit, dhe me marsin që kanë tek vetja, do të përdorim pikërisht këtë pjesë. Sa më të saktë të jenë në prioritet apo në pikpyetjen, apo në çështjen që i shqetëson, aq më veprimin e duhur apo përgjigjen e duhur do të marrin. Pra, nëse gjejmë të duhurën, do të kemi rezultatin që na shijojmë apo që duam. Nëse gjejmë drejtimin apo pikpyetjen e gabuar, do të çorientohemi, kështu që kthjellësia do t'i ndihmojë për të gjetur tamam drejtimin e duhur, ku duhet punojnë dhe ku duhet evolojnë. Bukur. Bëhemi gati? Për pyetje përgjigje. Telefonuesi tan, të shohim në rast se kemi telefonatën e parë për sot, nga cili qytet, edhe me kë do të përshëndetim dhe cila është pyetja, se edhe për këtë ne mund të surprizohemi. Mos harroni që javën e kaluar na pyetën që a do të shisnin dy makina që këshim për të qitur. Të shohim se për çfarë do të surprizohemi sot. Regjiat na konfirmoi kur ne të kemi telefonatën e parë. Rregullat ju tashmë i dini, do duhet të na ndihmoni me pyetjen tuaj si fillim, të dhënat tuaja dhe më pas japim kohën e dur Merit për të dhënë përgjigjen e saj. Mirë, regjia na komunikon që telefonuesi i parë është gati për të bërë pyetjen e tij. Mirëmëngjes, përshëndesim. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Do të për djalin 26 i 4 1994, vendlindja Kavaj, në 5 të mëngjesit. 5 të mëngjesit. Çfarë do të pyesësh konkretisht? Edhe një herë të lutem? Kam në një djalë tjetër të bëj, ka për 2. Ka 2 djem. Patjetër, Po patjetër, duke qenë se bë telefonatën. 29 vjeti, 1995, Kavaj, në orën 11 të darkës. Shumë faleminderit. Pyetja cila është, apo një parashikimi i përgjithshëm? Të pyes për jetën e kam të 2 veçar, do të pyes për... Do nuse. Fatë mirë. Dhe ti nuk dashke një, dashke 2 nuse. Po, faleminderit, jenë shumë një të 2. Shumë dashuri. Shumë e dashur, për gjafive. Do një Merit, faleminderit. Shumë dashuri, edhe ndonjë fat të mirë për djemt, kur ata të duan dhe kur ata ta kenë kohën dhe të jenë gati. Ti përgjigjen e merr duke na ndjekur nga ekrani, rregullat ju i dini më mirë se sa ne ndonjëherë. Duke qenë se jeni të vëmendshëm çdo ditë të shohim se çfarë mund të thotë Meri Gjini për jetën romantike të 2 djemve të zonjës nga Kavaja. Nëna jote për çfarë do pyeste nëse do të merrte në telefon për ty? Ma ke bërë këtë pyetje shpesh. Po unë e përsëris sepse ti ndryshon, rritesh, ke edhe përgjigje të reja. Nuk e di. Mendoj që një ditë do ja dedikojmë familjarëve tanë. Po, jo, më mirë jo. Dhe mund të pyesin për ne. Më mirë jo se... Dhe kështu publiku na njeh pak më shumë. Sepse fundja, a kemi thënë që do jemi të vërtet me publiku që ditën një? Do t'i përgjigemi disa... Unë e di se çdo pyeste IMM. Çfarë? IMM do pyeste... Për kalama. Po, kur të na bëj Alma ndonjë... Jo, një do pyeste për atë. Po, normal, se mjafton pyetje imja, e jote do pyesi për dashurinë, besoj. Dashurinë, besoj. Dashurinë, se kështu je shumë i qartë në gjithë gjërat e tjera. Jam. Si kaforre që jam çuditërisht është shumë i qartë, se kaforret janë shenja pak do... E shikon Meri, jemi transparent edhe për pyetjet e nënave tona. Jo të kthjellta në mendime, në veprime, në vendime. Mirë, japim pak kohë Meri Gjinit, sepse zonja nga Kavaja na dha 2 ditëlinje, që praktikisht e vështirëson pak atë për llogaritjen dhe kemi të bëjmë me 2 harta. Okej, Meri Gjini është gati, u gabova. Po e nis nga i vogli. Okej. Nga 29 tetori i 95-ës. Në rastin e të cilin kemi të bëjmë me një akrep me ascendente Luan, si në luftë me veten, 2 pjesë që shpesher e gjenë veten duke u përpjekur shumë për të gjetur rrugtimin e dur, apo emocionin e dur, apo fjallën e dur, apo dëshirën e dur, me veten e vetë gjithmonë flas dhe ka një lloj përjetimi pak sa më të egzageruar se ç'duhet për gjërat që i intereson atij, jo për gjërat e të tjerëve, se për gjërat e të tjerëve duket sikur është një çun që i kontrollon shumë mirë emocionet, i kontrollon shumë veprimet dhe ka një boshtë emocional shumë stoik, shumë të qëndrueshëm, tradicional, pra është përcjellës i duhur i memorjes genetike në përmirësimin e kohës së sotme. Është një fëmijë, ka diçka? Jo.
është një fëmijë i cili është pozitiv dhe her pas here është dhe optimist në lëvizjet e veta dhe në fakt ka fatin e madh dhe ka mirësinë e vetes dhe të Zotit që të ketë zhvillime ose më saktë ka nisur zhvillimet shumë të mira që nga mosha 26 për 27 dhe objektiva që ai ka nevojë dhe që ka vendosur tek vetja i ka me shumë fat të realizuara dikur rreth moshës 34-35, ndërsa me pjesën e boshtit emocional duket sikur nuk ka arsye pse të shqetësohet nëna, sepse është një fëmijë i cili ka të qarta gjërat e veta dhe di çfarë kërkon dhe di se çfarë vjen. Bukur. Kalojmë tek djali i madh. I shtëpisë, ai që pritet martohet i pari. Pse? Ose është i madh. Ju lutem, ti respektojmë kohën televizive, i përgjigjemi zonja. Këtu kemi një çun që do të duhet të jetë pak më selektiv me memorien e vet, po njëkohësisht edhe me kontrollin apo nevojën për të kontrolluar. Ngjajnë në mënyrën se si funksionojnë emocionalisht, vetë se i madhi ka duket sikur është në instinkte disi më spontan, por dhe më emocional se sa i dyti dhe njëkohësisht është një fëmijë i cili funksionon me intuit apo me perceptim apo me telepati në gjuhën popullore. Ka pasur përpjekjet e veta dhe luftat e veta për të gjetur një lloj forme për të ekuilibruar emocionalisht, mos të presim shumë gjëra të paktën deri nga data 27 e prillit emocionalisht gjithmonë flas, duke qenë që ka një planet mbi dashurinë e tij ose mbi ekuilibrin emocional, i cili shpesh e bën që të ndërtojë ëndra fatshkurtër ose pallate rëre në buzë të detit, themon, pra dashurohet sot ose duket sikur ndihet mirë sot dhe për një kohë shumë të shkurtër duket sikur nuk është ajo që mendonte ose ndjesia që mendonte apo personi që mendonte, kështu që është akoma duke gjetur përgjigjen se çfarë karakteri i shkon dhe çfarë dëshiron. Gjithsesi ekuilibrin do ta gjej mbas datës 27, por si vjet e ka për çështjet të punës, ndërsa për çështjet emocionale të tija do të jetë shumë, po shumë i lumtur dhe me shumë fat 2027-2028. Ikim tek telefonata e radhës, i themi mirëmëngjes. Të përshëndesim. Përshëndetje. Përshëndetje. Bëj pyetjen tënde. Jeni shumë të mirë që të tre. Faleminderit shumë. Edhe unë si zonja parafol se kisha 2 djem, a mundem të jap data? Edhe ti 2 djem ke, po patjetër se i tham po zonjës do të patjetër. Faleminderit, jeni shumë të mirë. Patjetër. Është ai vogli 13 qershor, i 6-ti 13 qershor. Po, 13 qershor 2000. 2000. Ora, e lindjes 8:30. 8:30 e mëngjesit, po. Vitë e marë. Lindur në Lushnje. Në Lushnje dhe datëlindje tjetër është? Datëlindje 12 mars, i 3-ti. 12 i 3-ti, i 94-s. Ka lindur ora 7:30 e mëngjesit, 8. Në Lushnje. Në Lushnje, edhe ka qenë ditë shtunë. Po, Të dy orën të gjysmë. Të dy në orën 8:30, apo jo? Njëri 7:30, njëri 8:30. Njëri 7, i voglin në 7:30. I 7:30, po. Okej, i voglin në 7:30, i dy mishit 8:30. ishte në 7:30. Mirë, dashur, të ftojmë të dëgjosh përgjigjen përmes ekranit. Ke ndonjë kërkesë për çfarë do të dish më shumë? Po, për të voglin doja dija se ka marrë një iniciativë të re, mini biznesin e tij. Sa mirë. Një hecën, edhe doja të dija ascendentin për të voglin, 2000. Shëndetin për të Po voglin. për të madhin? Ascendent. Fejesa, besoj. Po. Është në një njohje edhe doja të dija edhe për punën e tij edhe të vazhdoj. Bukur, të përshëndesim shumë dashuri. Ti japim pak kohë me Regjinit, e kemi zonjën në linjë apo jo? Po, e kemi zonjën në linjë. Po ti e ke takuar partnerin e çunit madh, bëjmë pak ku vendojmë bashkë sa me Regjinit bëj llogarit. Po, e kemi takuar. E si të duket ty? Shumë mirë. Shumë mirë, e ka aprovimin e mamit. Po patë në aprovimin e të dyve, ne... A sa bukur kjo ishte ajo që donim të dëgjonim. Sa bukur. Po pyet për të konfirmuar bindjen e saj, asgjë më shumë, asgjë më pak. Po dhe për punën, si do vazhdoj, do të bëj dhe ai diçka në biznes dhe kështu. Tani po bëj ndonjë dasmë të bukur në Lushnje, se ju i bëni dasma shumë të bukura. Na ftoni edhe ne. Po patjetër. Nuk tjetër kënaqësi. E dashur, të përqafojmë nga studia, të ftojmë që përgjigjen ta dëgjosh përmes ekranit, i besoj e di formulën se kuptoj që je ndjekëse e rregullt.
Dhe ne të përshëndesim shumë, uroj shumë, kemi lajme të mira dhe të ndajmë vetëm lajme pozitive për dy çunat e tu, nga qyteti Qifli i Lushnjës. Po pra, nga Kavaja shkuam në Lushnjë, kur e shtare jam nga Lushnja ku do shkojmë, sepse dua të di se nëna e Radhës, që do ketë edhe ajo 2 djem, nga do jetë për ta bërë këtë pyetje. Opa, mirë është gati, miq. Kjo hënë e re e mbrëmjes të djeshme, pas ka qenë hëna e re tek djali i madh i zonjës. Në fakt, e ka marrë goxha seriozisht që nga 2023 dhe deri dhe si vjet, dhe do vazhdoj në fakt deri nga pranvera viti që vjen, çdo drejtim të jetës së tij personale. Ka pasur ngarkesa dhe lodhjet e veta, por ka arritur që të bëjë lëvizje goxha të rëndësishme dhe ndryshime shumë të mëdhaja vitin që kaloi. Nisi në maj shtator të 2025 dhe do të arri ato objektivin ose qëllimin apo strukturimin në formën se si ai do të çështjeve të punës shumë më shpejt se çfarë pret, sepse duket si kur pjesë më të madhe të gjërave të tij ka vendosur profet në biznesin që ka hapur, i ka vendosur në në muajin korrik në vit të drejtë. Atëherë, ka diellin mbi hënë dhe ka një martesë shumë e fat dhe me hyrje shumë pozitive dhe ndihmesën shumë të madhe të universit, kështu që zonja bënte shumë mirë që ishte shumë e kënaqur me zgjedhjen e çunit, sepse është nga qyrjet më të bukura dhe më me fat të mundshme për jetën personale. Ka dhe Marsin dhe Saturnin aty, që do të thotë, këtu kemi të bëjmë me një çun i cili ka ekuilibër, është të fortë me veten e vet. Ka 5 hyrje tek peshit dhe po të dëgjoj fjalën se sa shumë e duan dhe se sa vlera ka, aq më lart ngrihet. Kështu që nëna dhe partnerët që kanë zgjedhur do të duhet jenë të vëmendshme t'ia thonë mjaftueshëm fjalën se sa e duan që ta shohin lart. Ndërsa për sa i përket pjesës së shëndetit, shqetësimet frikra të vockla të peshkut, por nuk do ka përcejnë kur atë pjesën që të bëhet shqetësim real. Pra janë shumë të vockla dhe i përkisnin 2023-shit në fund të pranverës në fakt, sepse në këto momente që flasim është super çun. Kalojmë dhe tek i vogli. Tek i vogli, mirë. Do t'i japim. I cili është me hyrje goxha të forta dhe mbi një agafore, kështu që emotiviteti i tij dhe ankthi i tij ose pasigurit e tij lidhen vetëm me pjesën materiale. Pra që do të thotë, nëse është mirë me çështjet të punës së tij, do të jetë shumë mirë dhe me humorin. Goxha i maturuar për moshën, sepse pa bërë 25 vjeç duket sikur ka marrë përsipër përgjegjësira goxha të mëdhaja dhe me planetin e fatit dhe uranin që ka pasur që vjet diku nga fundi prilli fillimi majit edhe ky, duket sikur është rritur më shumë se që përket moshës së vet dhe është mirë strukturuar. Një çun që ka dhe ky, sa me fat është zonja, pas ka bërë një çun e ka bërë me diell mbi hënë hyrje të drejtë për drejtë mbi Jupiterin, dhe çunin tjetër e pas ka bërë me hënë mbi Venus, me diell mbi Venus në hyrje të drejtë për drejtë. Pra i kanë dyshe, pra kanë zgjedhur bërë llogari për këtë. Ka zgjedhur momentin më perfekt të mundshëm, por ky nëse i pari ka do bëj një përveç se zhvillimet punës, do i kishte të këqija dhe do kishte arritje goxha të mëdha, do kishte një martesë të lumtur. Ky e ka shumë të rëndësishëm të prodhoj atë shumë me shumë dashuri. Pra, do doj që çdo punë që bën ta bëj me shumë dashuri dhe të ketë mirëqenie ekonomike. Regjini, sepse jemi përtej limiteve, duhet ta mbyllim me zonjën. Ekuilibrin emocional të çunit të vogël, fjalia e fundit ta ketë rreth moshës 30 me 31. Si vjeti gëzohet martesës së të madhe. Jemi shumë të lumtur që morëm lajme të mira. Kemi një telefonat të fundit, e përshëndesim telefonuesin e fundit për sot dhe presim pyetjen nga ai. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Zonjë Dashu, përshëndetje. Nga Elbasani ju flasim. Elbasani bukur. Po. Na e thuaj pyetjen. Unë doja të shifja për që ka java e djemve dhe unë për djalin. Me kënaqësi. Na jep të dhëna. 25 i dyti 1996. 25 i dyti 1996. 25 shkurt apo jo? Po, 25 shkurt. Ora lindjes? 4:25 të mëngjesit. 4:25 të mëngjesit në Elbasan. Për çfarë pyet? Për dashurinë. Një pyetje, dashuria, parat, karriera. Puna, shëndeti e kam të kompletuar, e kam me një liçe të vogël në dorë,
Me jetë gjatë. Asa bukur. Bukur. Shtu qofsh gjithmonë, të përqafojmë shumë. Ju përqafojmë fort. Mirë, kjo ishte pyetja fundit për ditën e sotme, telefonata fundit për ditën e sotme, do kemi mundësi të rilidhemi me ju, që ju duam shumë të ejnëtën e ardhshme. Kaq mund të bënim për sot, edhe pse kemi kaluar çdo limit kohor, regjia jonë u tregua shumë zemërgjër dhe desha më mirë dhe tha di çfarë thyejm rregullat sot, tha. Thyejm rregullat se do ndalojmë nga Kavaja në Lushje, ndaluam pak edhe në Elbasan, se s'mund ta linim zonjën pa përgjigje. Qëndruam në kërthisë të Shqipërisë, qëndruam. Të gjithë ata që nuk mundën sot e din që takimi radhës do vetëm. Jam shumë e lumtur për datat e lindjes sot njërë. E shikone, energji fantastike sot. Ka dhënë shumë qetësi dhe shumë siguri dhe përveç e tendencës që na folën vetëm për çunat. Një çun me një zemër të mrekullueshme në fakt dhe me një intuitë dhe inteligjencë apo perceptim emocional shumë të lartë. Dhurues pafund, i lindur, giver për të dhënë dhe për të bërë për të tjerët, i mirë strukturuar dhe lumsi nëna dhe lumsi familja që ka bërë për çunin, i cili don me patjetër të ketë sa më shumë të ketë, aq më shumë të japi. Pa u larguar racionale, sepse e ka dhe racionalitetin. U troma pak hyr nga pjesa e diellit të vet nga peshqit, por jo, e pata gabim, sepse është një çun që ka hyrje shumë të rëndësishme te bricjapi, gjë që e bën që praktikisht në mënyrën se si funksionon të jetë i logjikshëm me këmbën tokë, të ditë të mbaj presion, të ditë të mbaj dhe përgjegjësi. Ndërsa hyrjet që ka te peshqit e bën që sa herë që ka një problem për të zgjidhur ose një çështje apo një objektiv për të arritur, lufton më shumë dhe kupton kapacitetin e vet. Do t'i rekomandoja që të vendoste gjithmonë objektiva ekonomik afatshkurtër, sepse nëse e bën këtë gjë, duket sikur zhvillimi i tij do të jetë shumë i madh dhe shumë i përshpejtuar. Kështu që nëna mos ketë merak se lëvizjet e punës i ka korrigjuar që në fillimet e marsit. Ishte me regjini zonja dhe zotrinj, faleminderit shumë. Vlerësoj gjithmonë kohën tënde. Ditën e hënë publiku të themi shndroni me ne, bëni gati për të folur për problemet gastrointestinale me një gastroenterologe shumë të nderuar dhe dashur për publikun. Themi vetëm pas pak. Rikthehemi pas pak.